Dy kirurg janë rrahur në klinikën e kirurgjisë së fëmijëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Burimet të klanit kanë bërë të ditur se rasti ka ndodhur te ashensori, ku edhe janë përplasur fizikisht. Të njëjtat burime thanë se zanafilla e këtij incidenti është që nga e premtja në një mbledhje të kolegjumit të kirurgëve, ku dy të përfshirët në rast kishin filluar përplasjen verbale. Në lidhje me këtë rast, është njoftuar edhe policia, të cilët kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe tashmë pritet që të sqarohen rrethana të tjera në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i ka dërguar një letër të hapur kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, duke kërkuar zhbllokimin e menjëhershëm të projektit të unazës së kryeqytetit, që sipas tij ka mbetur i bllokuar në nivel qendror për më shumë se 4 vjet, pavarësisht gatishmërisë së komunës, raporton Kosova Press. Në letrën e publikuar në Facebook, Rama ka theksuar se unaza e Prishtinës është projekt me rëndësi kombëtare dhe pjesë e rrjetit të autostradave të Ballkanit Perëndimor, ndërsa paralajmëroi se zvarritjet institucionale mund të çojnë në humbjen e fondeve ndërkombëtare. Sipas tij, projekti është miratuar për financim nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, në vlerë prej 206 milion eurosh, ku deri në 40% janë fonde grant, respektivisht deri në 82,4 milion euro, mjete të pakthyeshme. Unaza e Prishtinës është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për kryeqytetin dhe për zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës. Ky projekt nuk është vetëm një nevojë urbane, por lehtësimi i trafikut dhe rritje e funksionalitetit të qytetit, por edhe një investim strategjik me rëndësi kombëtare dhe rajonale. Megjithatë, për më shumë se 4 vjet, realizimi i këtij projekti ka mbetur i bllokuar në nivel qendror, pavarësisht gatishmërisë së plot teknike, ligjore dhe procedurale të komunës së Prishtinës. Ky bllokim i zgjatur ka shkaktuar pasoja të drejtpërdrejta për qytetarët në kryeqytet dhe po cënon seriozisht interesin publik, thuhet në letrën e Ramës dërguar Kurtit. Ai ka kërkuar nga qeveria në detyrë që të largojë menjëherë të gjitha pengesat administrative dhe institucionale për të mundësuar fillimin e punimeve, duke thënë se ky nuk është projekt politik, por interes publik.